sot jemi në qytetin e Ferizajit, ku do i bëjmë pyetjet si në çdo qytet tjetër të Kosovës, kudo që po shkojmë, se çka do e pyesnin kryetarin e komunës dhe çka kishin dashur qytetarët të ndrojnë në vendin e tyre. Hajdeni. E këshme pyes për shembull çka kime bu mandatin e tjetër. Po, për shembull a kime udhëheq edhe ma mirë Ferizajin, a kime zhvillu ma shumë Ferizajin edhe arsimin në Ferizaj. Çka kishe dashur me ndryshu në Ferizaj? Për shembull shkollën e mesme, për shembull disa shkolla, për shembull teknika që është shumë shkollë që ka nevojë për zhvillim, domethënë ndryshime të mëdha. Se është shkollë që është pak e papastërt, është pak e dëmtuar. E kisha pyet? Kur gjohesh? Kur gjoheqa? Shka me pyet që s'bon kur gjoh. Çka kishe dashur me ndryshu në vendin tënd? Si koronët tina në vend tina, kishna punu shumë ma drejt. Çka kishe ndryshu? Kishna ndryshu gjendjen sociale të njerëzve që s'po kanë edhe bukë me humbur. Edhe shumë gjona tjera. Po këta zotnit në kryet po shtetit, po këqyrin veç mu pasunu për vete. E tjertë, unë jam pedagog me profesion, po në penzion. Edhe në arsim kisha ndryshu shumë qka. Sa gjatë kush për arsim. Jo, do të mirë. Me vështërstu këtë riumin në fakultetat e jam e në tjerë kodra pafta. Edhe kur të vinë në praktikë zine jam në vetë në shku. Çka kishe dashur ti si qytetar me ndryshu në Ferizaj? Si qytetar në Ferizaj kisha pas dëshirë ma shumë gjelbrim, se do me thonë me rregullimin e rrugëve edhe nën kalimet nuk ka se qysh. Unë e se të vi edhe me fëmijët e mi që jam nga diaspora, që janë të lindur atje. Unë e thëmë erdhëm në New York të Amerikës. Se jam nga fshatin e Kodim, na i kemi 2 nënkalime. Po, unë jam në mesin e 2 nënkalimeve dhe kur timat pare, ata fëmija